Mirë kryeministër, kur rezultatet po shkojnë numërimi drejt fundit dhe certifikimi mund t'jetë edhe çështjorësh. A vazhdoni me i qëndru besnik ende deklaratave tua që nëse vetëvendosja nuk arrin 60% veni shkon prapë zgjedhje në pranverë ose në dhjetor? Po e përsëris që komunikimin me partit opozitare gjithmonë e kemi inisuar ne. Ne jemi ata të cilët e kemi bërë kërkesën për takime me ta vazhdimisht. Ne jemi të interesuar që shteti të ecë përpara, por ju e kuptoni që ne punojmë për çdo ditë. Edhe në fushatë dhe jashtë fushatës, për shkak se shteti nuk ndalet, për shkak se qeveria është në detyrë, për shkak se edhe kemi ushtruese detyrës presidentes, pra institucionet e Kosovës funksionojnë, por ne kemi kufizimin me që nuk kemi kuvend ku është vendi i opozitës. Prandaj paradoksi është që opozita duke u përpjekur që të na pengojë neve e ka anuluar vetveten. Meqense se nuk e ka vendin ku ajo shprehet dhe vepron, që është kuvendi. Prandaj edhe një herë po e potencoj që ecja përpara varet ekskluzivisht prej asaj se partitë e opozitës a do të ndryshojnë qasje e sjellje. Faleminderit shumë.